Pse në shkollë asnjëherë s'na kanë mësu se qysh me bo pare? Kur s'na kanë marrë një shembull një biznesmen suksesshëm se qysh ka investu, se qysh ka bo një kapitale, ka arrit suksesin e vet, po gjithmonë na kanë kallëzu do farë historia pa lidhje para 200-300 vjetë që ka ndodhur 500 vjetë, që si him punë kërkona heq, një shkut ka mësu për do farë insektesh pa lidhje, do farë geografiash, sem për jetë ato nuk vynë. A dim se shkolla nuk u dizajnu ty me t'lani lirë, shkolla du dizajnu për njerëzve të fortë që ty me të bani sklav, edhe me të bani punëtor për të ardhmen e tyne. Shembull, shkon shkollë tetor, kime ne që aty kemi mësu rregullat, mos me bo pyetje shumë, njëjtin sen e ki edhe në punë, kime shku, me punu tetor, mos me veç shumë, me marrë qatë rrogë edhe ditën e mirë. Të kanë kallëzu shembull që ti kur rritesh i madh është mirë me kry një fakultet, me gjetë një punë që aty rutin pi 8 deri 4, edhe me shku të shtëpia, me prit benzin edhe me dek kur gjë tjetër hiq. Po asnjëherë s'kam mësu se qysh me ka një lirë, që ata më për veti kur si ku besu.